Pas një muaji fushat elektorale, Shqipëria është zyrtarisht në heshtje zgjelore, ndërsa të dielën e 11 maj qytetarët janë thirrur në votime për të vendosur se kush do t'i qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Kodi zgjelor i Republikës së Shqipërisë në nenin 77 përcakton qartë periudhën e heshtjes zgjelore dhe kufizimet që lidhen me të. Sipas këtij neni, dita para datës së zgjedhjeve dhe dita e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së votimit formojnë periudhën e heshtjes zgjelore. Gjatë kësaj periudhe, ndaloj çdo aktivitet fushate zgjelore, përfshirë zhvillimin e mitingjeve, aktiviteteve të tjera zgjelore dhe shpërndarjen e materialeve propagandistike nga subjektet zgjelore. Dy forcat e mëdha politike e mbyllën mbrëmjen e së premtes mitingun e tyre në kryeqytet, të ndarë në dy kampet respektive. Për ata që shkelin këtë dispozit, kodi zgjelor parashikon sanksione financiare. Neni 174 përcakton se subjektet zgjelore që thyen heshtjen mund të gjobiten nga KQZ me një shumë prej 500.000 lekësh. Po ashtu media që shkel këtë rregull mund të gjobitet me një shumë prej 2 milion lekësh. Kotomasa synojnë të sigurojnë një proces zgjelor të ndershëm dhe të paanshëm, duke garantuar që zgjelësit të kenë mundësi të shprehin vullnetin e tyre pa ndikimet e jashtme në periudhën e heshtjes zgjelore. Brenda dhe jashtë Shqipërisë, në zgjedhjet e 11 majit 2025, të drejtën e votës e kanë 3.713.761 shtetas, nga të cilët 114.642 votojnë për herë të parë. Këto janë zgjedhjet e 11-ta në Republikën e Shqipërisë pas ardhjes së demokracisë. Në garë janë 2046 kandidat për 140 vende në parlament. Për herë të parë në këtë zgjedhje voton edhe diaspora. Ky proces realizohet përmes postës dhe vota e emigrantëve do të numërohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të llogaritet sikur qytetari të kishte votuar në qarkun ku ai banonte në Shqipëri. Ky proces ka shkaktuar reagime të shumta për shkak se ka patur pakënaqësi nga partitë politike, të cilat e kanë akuzuar KQZ-n për parregullsi, si për shembull se zarfi ka mbërritur pa fletën e votimit apo se nuk ka shkuar në adresë. Në garën e 11 majit garojnë 11 parti politike. Në këtë zgjedhje janë të regjistruara 8 parti dhe 3 koalicione. Në të gjithë vendin janë ngritur 5.225 qendra votimi dhe 93 qendra numërimi. Ndërkohë, për shkak të ligjit të dekriminalizimit, 1.081 shqiptarë që janë të dënuar për krime të rënda nuk kanë të drejtë të votojnë. Zgjedhjet e 11 majit monitorohen nga vëzhgues vendase të huaj. Prej datës 2 prill në Shqipëri është vendosur misioni ODIHR, që po monitoron garën me një ekip që përfshin 12 ekspertë ndërkombëtar, 26 vëzhgues afatgjat dhe 300 vëzhgues afatshkurtër.